rikthyer në studio, ishim duke folur se i takon kodit penal, kodit të azhurnuar me ndryshimet e fundit, efektet që do kenë tek jeta e qytetarëve. Ndërkohë në minutat e mbetura të pjesës fundit, unë do doja të fokusoheshim tek planet e opozitës sa i takon protestave, valës së protestave që janë premtuar nga kupola e kësaj partie. Ndërkohë, zoti Gjoni, ju jeni pjesa e deputetëve të cilët keni bërë propozime sa i takon çështjes së protestave, por për përshkallëzimin e tyre dhe le të themi në thonjza radikalizimin e tyre në mënyrë që të kenë efektet që ju prisni. Protesta e fundit është konsideruar nga zoti Berisha një hap drejt kilometrit të fundit. Në këtë kilometrin e fundit, si do ecni? Do ecni me benzinë nga jo cilësoria, do ecni me gaz, do ecni me qymyr, si do jetë karburanti? Tani, në radhë të parë, besoj edhe juve si gazetar, por edhe publiku i gjerë, ndanë të njëjtin mendim me mua në lidhje me protestën e fundit, e cile në pikpamjen e numrave dhe mënyrën së organizimit ishte një nga protestat cili ka arritur pritshmëritë e Partisë Demokratike, por edhe të njerëzve për mënyrën se si u zhvilluar. Padyshim që Partia Demokratike ka dalë me një qëndrim dhe qëndrimi i Partisë Demokratike është ashtu siç ishte brenda pritshmërive tuaja kjo protesta, ishte në formulën që ju edhe keni thënë edhe në emision. Brenda pritshmërisë së Partisë Demokratike, qoftë nga numri, qoftë edhe nga kozgjatja, qoftë nga mënyra e formatimit, pavarësisht se ka ato defektet e veta dhe një protestë nuk je gjithmonë brenda skenarëve, sepse padyshim që pjesa e popullit e cila është e irrituar do kaloj përtej pritshmërisë dhe mënyrës së organizimit. Megjithatë ju jeni për një qendresë akoma më të gjatë. Ja, të them unë se do dal aty. E vërteta është dhe po ti referohesh edhe deklarimeve të cilët janë bërë në parlament, po njëkohësisht edhe deklarimeve nga zyrtarët e Partisë Socialiste, rezulton dhe gjykata që është dhënë si verdiktit normalisht kur dy palët kanë konflikt mes tyre, tha që të gjithë personat për cilët u ndaluan për shkak të veprimeve të dhunshme, rezultuan që ishin të pambështetur edhe me prova. Qoftë mi kërkesën e organit të prokurorisë, ashtu edhe mi vendimarrjen e gjykatës. Dhe sot ju rezulton që nuk ke asnjë të ndaluar ose të arrestuar për shkak të këtyre veprimeve dhe mënyrës se si është ndërtuar gjithë narrativa në lidhje me protestën. Unë përsëri i mshoj tezës time që protestat duhet të jenë konsistente dhe të qëndrueshme dhe të vazhdueshme, padyshim. Normalisht në pikpamjen time seanca djeshme duhet të ishte në vazhdim e protestës dhe nuk mund të ishte një seancë normale në parlament, sepse në rast se ti ban një protestë dhe ditën e nesme shkon në seancë parlamentare dhe e kthen në një normalitet sikur s'ka ndodhur asgjë, shqiptarët fillojnë të dyshojnë që Partia Demokratike e ka seriozisht në lidhje me këtë. Në vetvete protestat kërkojnë edhe një lloj frymëmarrje dhe një lloj organizimi, sepse unë jam për atë mënyrën tjetër të protestave, në mënyrë që të jetë e qëndrueshme, të jetë në kozgjate të shtrirët. Në rast se do të japë efektet dhe njerëzit sot të jeni të sigurt që janë shumë më avantgard se sa Partia Demokratike, ata janë të gatshëm që të vinë të rinë edhe me ditë të tëra. Unë kam pasur komunikim të vazhdueshëm me njerëzit të cilët janë, sepse u ka ardhur thika në palcë, sepse tu nuk flitet për antarët Partisë Demokratike. Po, këtë gatishmëri e gjeni edhe nga kolegët tuaj? Padyshim që ka gatishmëri dhe unë e shpreh me bindje, të jeni të sigurt. Se bëni pastaj? Tani janë mekanizma të cilët duhet të merren dhe të ketë një vendimarrje e cila padyshim që duhet të vazhdojë. Mund të them diçka? Po. Unë gëzojmë shumë që ne nga zoti Gjoni kuptojmë edhe ato që s'do të thotë. Partia Demokratike ka një si ju që Partia Demokratike ka shumë. Po si dëgjojmë, vetëm ti ke guximin e dele fleta dhe se ka asnjë problem. Edhe të thuash gjëra që bie ndesh me ato atje. Me vërtet besoj se thash në Andrea, kjo është një ngjarje që një deputet brenda Partisë Demokratike, përveç se e vlerëson, sepse edhe ne vlerësojmë protestën. Absolutisht. Unë nuk di që të them ndonjëherë që çfarë bën ata pse bën protestë. Nuk ka shqiptar socialist madje të them. Por që ju keni probleme dhe ju i thatë vetë, kjo është ana e mirë që më në fund unë nuk pash një të derur këtu nga kënaqësia me ato që bën ju. Sepse
Vajtja e thatë ju shumë bukur. Vajtja në seancë tregoni normalitet. Atëherë si zgjidhet kjo? Kjo zgjidhet duke diskutuar, duke i thënë këto në parti atje në struktura. I thotë do dëgjoni ja kish kupton ndonjëherë. Po këto ajo kënga është me i lule pravera nuk vjen. Do të çfarë themin e tjetër? Zoti Gjoni, nëse në Partinë Demokratike do thuheshin gjëra siç i thua ti, unë them që ajo partia do ishte shumë demokratike. Në momentin që bë, partia është demokratike, këtë mos e vend dyshim. Nuk është demokratike. Dhe aty thuhen shumë gjëra të cilët po ta merr kalan nga brenda zoti Gjoni duke. Zoti Gjoni, këtu nuk kemi dakord. Partia Demokratike, jo. Po mirë, ja ta hedh poshtë këtë faktin që po nuk dalin as në media, nuk dalin. Më thoni juve në një fjalim të hapur foltore që një qytetar t'i drejtojë një pyetje të drejt për drejt në pranitë e kamerave të publikut për mënyrën a mund t'i ikish ti zoti Berisha, dhe Berisha me shumë dashamirësi dhe jep qendrimin e vet. Të ndodh kjo te Partia Socialiste, të ndodh kjo te partitë e tjera. Mos e diskutoj fare partitë. E para, e dyta. Partitë Socialiste, po e krahasoj me Partitë Socialiste, do rrini gjithmonë opozicion. Jo, se krahasoj, po them unë në temat e atyre. Tani në rast se tha diçka zoti Malaj në pjesën e parë të emisionit, tha të mos lajmi, tha me ujin e ndotur, tha. Zoti Malaj. Tani problemi është në mënyrën se si është ndërtuar nuk është shembull i dur, por strukturat e partisë, ashtu funksionon edhe struktura shtetërore, t'jeni të sigurt. Pse? Në rast se ka një mekanizëm të mbyllur brenda një partie politike dhe në Partitë Demokratike ju të vini në grup parlamentar, t'jeni të sigurt që jepin të gjitha llojet e opsioneve. Jo, nuk e shikojmë ne këtë. Mirë pra. Zoti Gjoni, me shumë respekt, po ne nuk e shikojmë demokratizimin e tij. Nuk ka demokracia se nuk ka vot. Më thoni juve mua. Sa deputet të Partisë Socialiste po në Partitë Socialiste ky është gabimi juaj. Po krahasove me Partitë Socialiste ju do rrini gjithmonë opozicion. Jo, po them. Ata janë drejtuar kanë mandate. Ta mbaroj shndrimin 5 dhe 6. Por problemi është më gjej një deputet të Partisë Socialiste që është me 5 ose me 4 analistë ose me ashtu. Nuk ndodh. Pse? Sepse kanë vendosur një lloj stature që nuk i lejnë kryetari i partisë të shkojnë në debat. Ata nuk vinë debat as me counterpart. Ju shfrytëzoni këtë që hapësirat i zini ju, po ju merrni një vendim absurd që thoni ne veprojmë si Partia Socialiste. Dhe më rëndësishmja. Unë kam një pyetje nëse më lejon Andrea. Po, patjetër keni leje. Në prill bëhen zgjedhje për kryetar të Partisë Demokratike. Ti do votosh Sali Berishën kryetar? Do shoh kandidatura deri në momentin e kaq është lajmi, ti do shikosh kandidaturat. Po patjetër, sepse unë nuk mund të them. Berisha do jetë kandidat. Po mund kandidoj dhe vetë, do votoj veten. Jo, s'kam ambicie. Jo, po them që normalisht. Jo, nuk kam asnjë ambicie. Jo, edhe kam fjalën Tafani do më bëj lajm. Edhe zoti Saliani kështu thotë, nuk do kandidoj, thotë. Problemi është shumë i thjeshtë, se unë e kuptoj, do me nxjerr tek Instagrami. Ju dëni bukur fare. Patjetër. Tani jemi me kod penal. Ne, mëse, po jo, s'është. Zoti Lita? Tani ka disa gjëra për protestën, sepse është e drejta ajo që një ditë pas protestës nuk mund të shkohet në kuvent sikur asgjë s'ka ndodhur, po edhe një ditë përpara nuk bën. Pra një ditë bashkoni votat me Partinë Socialiste për të miratuar bordin e paqes apo antar bordit e Edi Ramës në Gaza nuk shkon, sepse keni karikuar militantin për një javë që do shkojmë atje dhe do t'i nxjerrim të zi të ullirit dhe më pas në kuvend miratoni miratoni me nxitim një marrëveshje, sepse Shqipëria nuk mund të bëhet as me vajzën e Trump, as me djalin e Sorosit. Shqipëria do bëhet me shqiptarët dhe për shqiptarët. Ne s'kemi as toka, as ishullin Trump për t'ia dhënë familjes Trump, as zvërnecin familjes Soros. Ne kemi nevojë që ky vend dhe kjo qeverisje dhe kjo maxhorancë dhe kjo opozitë të punojnë për shqiptarët. Dhe mos të bëjnë fabula si ata kolegët, fabula satirike ata kolegët që keti në qarkun Lezhë, që akoma nuk kanë thënë herë me kë janë dhe si janë në raport, e kanë menjë vetëm të dietat dhe të baklavat që hajnë në për restorantet. E di që s'nalen një qëndrim me mua, por duhet jeni shumë të qartë në vijën politike. Sepse qytetarëve nuk mund t'ju thuhet një gjë në bazë dhe një gjë tjetër në kuvend, ku ju shkoni miratoni me nxitim një cop letër që ja ka sjellë Edi Rama me emrin e tij në kuvend. Dhe Sali Berisha duhet të ketë shumë kujdes kur i thot këto gjëra në publik qytetarëve dhe demokratëve.
Se nuk shkon kjo kështu. Zoti Lita, ndajmë qëndrim komplet ndryshëm për mënyrën se si është paraqitur. Jo, për një arsye shumë thjeshtë. Partia Demokratike ka marrë një qëndrim në lidhje me aleatin ton strategjik, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aleati jonë strategjik. Asnjëri prej nesh që jemi në këtë tavolinë nuk mund ta mohoj të fakt të tillë, pavarësisht se cila qeveri është në pushtet. Kishte ndryshime nga qeverisja e Ramës në momentin që erdhi dhe kaloi Turqin aleatin kryesor strategjik, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe si pika nyja themeluese dhe financuese e NATO-s nuk mund të përjashtohet për sa kohë që ne jemi antar të NATO-s. E dyta, kontributi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë në lidhje me shtetin e Kosovës, padyshim që është një shenjë vlerësimi dhe respekti për marrëdhëniet dhe për mënyrën se si është bërë politika. Për sa i përket momentit, aty është bërë sqarimi edhe nga kryetari i Partisë Demokratike dhe kryetari i grupit parlamentar që Partia Demokratike ka qenë kundër mënyrës se si është operuar nga presidenti i Republikës me dhënien e autorizimit për person konkret, dhe Partia Demokratike ka votuar kundër dhe ka 3 projekte draft projekte të cilët i ka depozituar në parlament për të ndryshuar këtë shqasje që sot turpendohet sikur Partia Demokratike ka votuar pro kësaj. Ne kemi votuar në parim sepse nuk jemi kundër. Nuk është asnjëri kundër, po ju nxitimi në fushat, ato janë kundër që ju bini në këmbët tuaja, sepse do të dërgoni servilizëm të shtuaj ndaj amerikanëve. Amerikanët nuk kanë nevojë për servil, ka gjithë bota e servile ndaj Amerikës. Nuk ka nevojë edhe shqiptarët. Me shqiptarët duhet të jemi krenar në këtë raport me amerikanët. Nuk na duan, na duan për gjëra të tjera. Nuk na duan për servilizëm. E kuptoj dhe juve e shtroni me të drejtë, por problemi është që ne duke vepruar në këtë mënyrë dhe në këtë formë, propaganda e qeverisë e nxjerr sikur dhe sot marrëdhënia me publikun dhe çështja e perceptimit, por ama fakti është që Partia Demokratike ka dhënë një sqarim të shtërruar në lidhje me mënyrën se si është vepruar. Dhe fakti që Partia Demokratike ka votuar nen për nen në përzimin e draftit të paraqitur, tregon që ne jemi luajal me pjesën e qëndrimit ton, por njëkohësisht edhe me antarët dhe simpatizantët. T'jeni të sigurt që Partia Socialiste e përdor këtë për të krijuar nuanca të asaj natyre sikur edhe ne jemi shtojtës dhe jemi në një marrëveshje me Partinë Socialiste, po kjo nuk është e vërtetë. Kjo nuk është e vërtetë dhe juve do e shihni në protestën e ardhshme, t'jeni të sigurt që mënyra se si do organizohet, skenarët që do jenë, po. Si do organizohet të gjone? Do jetë kompletet ndryshme. Pse? Po do jetë ndryshme për një arsye se s'mund të shkosh me të njëjtën skenografi në çdo protestë. Deri tani ju mendjes, jo, kështu keni thënë që tjetra do jetë më ishte kjo e fundit. Nuk ishte të njëjtën skenografi. Do ndryshoj. Ne s'do marrim sfuqet dhe armët, të jemi realistë, sepse Partia Demokratike dhe po në rast se ne japim skenaret, t'jeni sigurt që njerëzit duhet të ruajnë befasia. Në rast se ne do jetë një surprizë. Po patjetër që do jetë surprizë dhe t'jeni sigurt që do jetë komplet ndryshe. Do ketë qëndrueshmëri më të... Unë them se po. Pra do ketë qëndrueshmëri në shesh. Patjetër. Nuk do jetë një lloj do ketë ka disa opsione, ka disa opsione të cilët janë shtruar në tavolinë, do zgjidhen 2 ose 3 opsionet më të mira të mundshme, po që janë më eficiente dhe që japin edhe ndikim. Do ketë më. E mira është që mos ketë për mua. Edhe qytetarët e shtojnë këtë në mënyrë të ashpër. Aty ka dhe inflacione në mirë. Tani emrusi përbashkët është i tillë që po ti shohësh opinioni publik ndahet edhe sot po të shohësh 50 me 50 dhe kur je 50 me 50 është pak e vështirë për të marrë edhe vendimarrjen në mënyrë se 50 do i lesh. Po ju bëni një 50 njërën 50 tjetrën, mos e bëni vetëm 50 gjithmonë vetëm një pjesë. Po të bëjmë 50 të keqen i bie që mos bëjmë fare. Zeta Fani? Pyetje edhe ju për çështjen e protestës edhe të ardhmen e gjithë aksionet opozitar. Protestat çfarë ju bën optimist dhe çfarë ju bën pesimist? Për optimist më bën fakti që ka akoma një farë njerëz që protestojnë edhe që ka një farë shpirti luftarak, domethënë.
kështu që për të përplasur edhe me policinë, në një farë mënyre, sepse edhe këto protestat sillu vërdall edhe mos arri gjikundi, domethënë në një herë ajo përplasje është mirë se edhe çliron energji, po edhe në një farë mënyre të jep një farë besimi për të ardhmen. Domethënë e ndjen veten energjik, e ndjen veten që ke bërë diçka, sesa thjesht të dalësh aty të protestosh edhe pastaj të ikësh në shtëpi. Ajo që me që erdhëm të kjo pjesa edhe për policët, që arrestojnë, ne kemi pasur diku një projekt policisë që duhet kishin kamera trupi. Policët sot nuk kanë kamera trupi. Pra, vetëm një pjesë e policëve kanë kamera, dhe do ishte mirë që në këto raste të tilla, ata policë që marrin pjesë protesta është mirë që të kenë kamera trupi që të shikohet veprimet që ata kryejnë, sepse shumë herë janë ankuar ata që janë ndaluar në policia, që janë goditur në furgon. Na përshën ishin me raporte shërbimi. Po pra, bahen 4 policë bashkë dhe thonë Rolandin e pam. Jo, dhe pastaj nuk paraqiten as në gjyq për të ndaluar caktuar të cilët nuk e njohim, më kanë ndodhur në afërm që nuk. Pikërisht, pra nëse ne jemi për atë që duhet jemi transparent, në këtë rast policia, sidomos në raste kur ka përplasje të tipit tillë, policia duhet të ketë kamera trupi në mënyrë absolute, sepse ka qenë në 2015 që ka qenë projekti për kamerat e trupit. Jo, janë paguar lek. Janë paguar lek, po përmendje këtë tendra se kjo Smart City dhe kjo tender i ri me 15.000 euro një kamber trupi sot është në kushte çmendurie, 15.000 euro. Film do xhirojnë ata? Po. Film Hollywood Shqipëria. Euro nuk bëri kamerë studio. Kino studio keni ata ka marrëveshjen që ka bërë marrëveshjen që bani tani me Abu Dhabin. Çmimet nuk i di në këto nivele të çmimit, po di që ka janë një pa publike. Dhe kodin penal. Jo, janë pa publike. Kapeni merrni të gjitha shkrimet të cilët janë dhënë. Dhe Zoti Berisha kamera 15.000 nuk e di unë, aty ta gjykojnë, aty si duket kanë marrë të dhënat e marrëveshjes dhe mbi bazën e dhënave të marrëveshjes janë evidentuar shifrat e kësaj natyre. Policë bën ndonjë dasëm zoti Qafoku ose pa puna. Dhe në një farë mënyre, kjo shkon edhe me. Nuk duhet ta akuzoj, jo. Jo, thatë ju tani. Jo, po them unë që ka deklarata për shtyp. Nuk të zë kodi penal se kodi penal. Jo, ka deklarata për shtyp, ha? Jo, merrni edhe. Mbase kam fjalën për kamerat e qyteteve, nuk e kam dëgjuar të shifër, por nuk e njoh kontratën specifike. Dhe kamerat dhe jo vetëm që të kem, po me që erdhëm dhe te kjo pjesa e Smart City-t që ka të bëjë edhe me sigurinë. Po ta vini re, Smart City pastaj kthehet në prap në atë që është në një farë mënyrë mbikëqyrje nga ana e policisë. Shkelje privatësisë. Se shkelje privatësisë, dhe po ta vësh re, në njëra anë ecet me mbikëqyrje nga ana e policisë nëpërmjet po themi kamerave të rrugëve, por nuk mbajnë policët kamerat, që më mirë është që duhet mbaj polici sepse abuzon pushtetin, se sa duhet jetë kamera në rrugë. Dhe vendoset kamera në rrugë, bëhet për dhe kjo që bëhet, pra gjurmimi dhe shkelja privatësisë, në një farë mënyre i jep mundësinë policisë të ndjekë të gjurmojë edhe pa vendim gjykate, dhe në ana tjetër, edhe këto ashpërsimet në kodin penal, pra derë ti po shkon në drejtim të një shteti policor në të cilin mbikëqyrja është shumë e madhe, dhe për këtë do të jetë njëna mendoj që do të jetë dhe njëna kauzat e opozitës, duke qenë është edhe alarm përgjithsisht e djata. Se ju jeni edhe ndjekës i rregullt të zhvillimeve ndërkombëtare, edhe kryesisht atyre në Iran, ashtu edhe atyre në Venezuelë. Sa ngjajnë këto protestat, sa ngjan atmosfera, se duket se Partia Demokratike bën her pas here paralele me këtë vende. Ja, paralele është e vështirë në kuptimin e Iranit dhe Venezuelës, janë dy shtete komplet ndryshme. Në një farë mënyrë, çfarë mund të ketë paralele Venezuela është përfshirja e zyrtarëve të Maduros me, po themi, me klanet e drogës, me kartelet e drogës. Dhe kjo është në një farë mënyrë ngjashmëria. Në një farë mënyrë pastaj mund të flasësh për Maduron që i blen votat apo ndikon te komisionit e KQZ-ja e tyre. Dhe kjo mund të jetë një farë ngjashmërie. Pra, ka element, po që nuk janë realitete, niveli korrupsionit e këto janë në gjithë botën, korrupsion ka dhe në Iran, domethënë që është, por janë realitete të ndryshme, edhe fakti për shembull që në Iran deri tani mendoj që janë mbi 20.000 vrarë, domethënë në 2 ditë është masakër totale, kështu që
Në 90 milion popull? Po është jashtëzakonisht shumë, domethënë që të vriten aq veta në ditë dhe mendohet domethënë mbi 30-35.000 dhe rreth 300.000 të plagosur, domethënë është praktikisht masakër edhe më e madh se Tiananmeni, që është totalisht. Pra janë realitetet që janë të ndryshme, por Shqipëria i ngjan pak më tepër Venezuelës në përfshirje me klanet e drogës dhe mënyrën se si zhvillohen zgjedhjet, që në Shqipëri në një farë mënyrë ajo që është qeveria duke përdorur pushtetin e kësaj ekzekutiv ose i intimidon, po themi, ata që janë votuesit apo i blen nëpërmjet postave të punës, sigurisë së vendit të punës e tjerë. Këtu i afrohet pak Maduros dhe përzgjedh me klanet e drogës. Po pjesa tjetër pastaj nuk është dhe aq identike. Por ato që dohet thoya për PD-n, domethënë duke qenë se përgjithsisht partitë e djatha janë më shumë për lirinë e individëve dhe këto të tjera duhet të ngrej. Pra do të ketë kauze pikërisht edhe këtë pjesën tjetër të ngritjes së një shteti policor të mbikëqyrjes totale, në të cilën ashpërsohen kodet penale për sa i përket veprave të tipit tillë që mund të bien qafë qytetarit, në ana tjetër vendosen në kamerën rrugë për qytetarin. Sepse duket sikur është fillimi tani, po dal gadal shkojmë më tutje drejt një shteti tamam policor. Dhe nuk është rasti që ne kemi më shumë policë sa ushtar. Domethënë në Shqipëri janë 15.000 policë, të kemi 6.000 ushtarë. Ju mund t'i kontrolloni jetën e çdo qytetari nëpërmjet FaceTime dhe skrinimit që i realizon. Ti shef se sa herë zoti Tafari hyni dhe doli nga shtëpia, hyni dhe shkoi në rrugë, kë takoi në kafe, ku doli në këtë, domethënë jeta është kontrolluar. Dhe vetëm kaq, pra që është shteti policor nëpërmjet rritjes të numrit policisë. Dhe Bashkimi Evropian ka komplet qasje komplet të ndryshme dhe nuk ka lejuar që të futen as në aeroporte. Dhe policët për shembull që nuk mbajnë kamera vetë, por ndërkohë ka parasysh ti vendos kamerat në rrugë, njëkohësisht ashpërson kodin penal, por në anën tjetër ka edhe elemente të tjera që kanë të bëjnë me pikërisht me këtë cilësinë e jetesës ose me mbajtjen nën kontroll të popullatës. Gjykatat që ty të zgjasin shumë proceset, pra ti edhe sikur të ankohesh ndaj një abuzimi që të bën shteti ti s'ke për të marrë drejtën kurrë. E dyta punës, vendosja një qeverisje virtuale, Akshi e Albania e këto tjerët, në të cilën dal gjithë funksionet e qeverisjes do zhduken nga ekzekutivi dhe do ngelin në një kompjuter, pa them në mënyrë të trash, i cili gjysmën e kohës mund edhe të mos punojë. Pra, praktikisht, ti kthehesh këtu në një vend, ti kthehesh këtu deri në një vend, po aty po shkojmë. Sepse shenjat janë këto. Nëse mbani mend, nëse mbani mend, sepse nisën gjërat e vogla edhe pastaj shkojnë të mëdha. Për shembull, ndryshimet që u bën për, po them, për kodin e familjes e këto të tjerat. Më para shumë vitesh e përmendëm si fjalë. E ka bërë Kadareja tek. E bën si fjalë, u tha si fjalë, pastaj u tërhoq tani pas faktikisht u. Në vazhdim të zotit Tafani ka një paradoks shumë të madh. Nga njëra anë ne pretendojmë që po fusim teknologjinë dhe pjesën e digitalizimit, nga krau tjetër dhe për shkak të kësaj numri punonjësve në administratën shtetërore duhet vi, se për shkak të këtu edhe lëvizje demografike rezulton që pavarësisht kësaj janë 20 e sa mijë punonjës që shtohen sot në administratën. Dhe qytetarët nuk marrin në atë dhe kjo shërbimin. Dhe ti ke atë që tha që bizneset kanë një periudhë kohore dhe u ngrit edhe me të madhe në trajtimin e aktit normativ, që kanë mjekët dhe një pjesë e administratës dhe njerëz sot që punojnë në shtet, nuk kanë marrë rrogat. Infermierët dhe mjekët. Pjesa tjetër, ke bizneset që nuk realizojnë faturat tatimore dhe sot marrin job se nuk kapin afatet procedurale. Pikërisht pra duket sikur po shkëputet, pra po ngrihet një shtet policor dhe po shkëputet fare po shkëputet edhe politika nga kontakti drejt për drejt. Ti nuk ke këtu ku ti ankohesh. Për shembull, nëse gjithçka kthehet dhe shkohet në e-Albania, ti edhe një shkres që do e nisësh vetëm me PDF, do e shkosh në e-Albania, po ku do ti ankohesh? Ata as numër telefoni as gjë. Pra kthehet gjithçka në një virtuale, në të cilën ti nuk ke për ta gjetur drejtën tënde dhe kur pretendon ta gjesh drejtën tënde, gjykata ty të shkojnë 10-15 vjet. Në krau tjetër shteti ka gjithë avantazhin që mund të ndjekin në këto tjerë. Pra, ideja është që janë shenja jo të mira për Shqipërinë gjithë këto që po bëhen, dhe një nga kauzat që mund të ngrejë djata pikërisht është kjo, domethënë ngritja e një shteti policor në këtë policor mbikëqyrjes dhe represiv, dhe që s'mban asnjë përgjegjësi pastaj ndaj teje. Zoti Rita?
Si asnjëherë tjetër duhet të them dy gjëra optimiste. E para është që mungesa për 48 orë për 48 orë jo, jam dyshues dhe kurioz nga karakteri dhe nuk jam fort optimist. Dhe mendoj që mungesa për 48 orë e zotit Berisha në Partinë Demokratike dhe në parlament nxorri disa gjëra në pa që ishin shumë interesante, sidomos marrja e kryesimit të foltores nga zoti Kolliçi, i cili performoi shumë mirë në foltoren e Tiranës, të zotit Boçi në parlament, i cili i dha një ton tjetër seancës parlamentare duke kërkuar disa gjëra procedurale, sepse në kuvend ishin çuar 19 projekt ligje për të miratuar dhe ishin shumë dhe nuk duhet 22 kërkesa kishte. Dhe duhesh më shumë kohë, por edhe zoti Noka, i cili ka dhënë lijen politike të zotit Berisha në disa media, duke treguar që ka optimizëm, ka një leadership Partia Demokratike, edhe nëse Berisha nuk është aktiv për 48 orë, ka njerëz që mund ta zëvendësojnë dinjësisht në pozicione të ndryshme. Unë mendoj që ka vend për optimizëm, që ka fiber politike dhe secili mendon me kokën e vet kur lejohen të mendojnë me kokën e vet. Nëse aty ka presion në kuptimin që duhet mbajtur vije politike. Jo, nuk bie fare në kundërshtim, po them atë që unë mendoj. Ka këmbin e vetë nuk është parti e mendimit lirë dhe me fiber politike. Ai ka mendimin e vet njëre para. Jo, në rregull, por e dyta është që kjo ka ndodhur sepse nuk është Berisha. Problemi është ndodhur një gjë kur është Berisha. Jo, Berisha e ka të vështirë të jap urdhër. Po ti thua, po jo, kjo është mënyra e veprimit. Nuk ishte Berisha është aktiv, është kryetar partie. Dhe kur Berisha nuk ishte kryetar i partisë, e plotson Lulzim Basha e qande me lot. Problemi është ç'a prodhojnë, sepse ne kemi arritur në një moment që paktën çfarë thon eksponentë e Partisë Demokratike që Berisha është i pazëvendësueshëm. Do të thonë që Berisha tani duhet të ndajmë dy gjëra. Zoti Berisha të gjithë bim dakord që sot është politikani më i arrirë dhe për shkak të eksperiencës dhe për shkak. E dyta, në rast se unë e kam thënë dhe e përsëris, në rast se zyrtarët e tjerë të Partisë Demokratike do punonin 50% të punës që punon Sali Berisha, jeni sigurt që Partia Demokratike do ishte në një qasje komplet të ndryshme. E keni fjalën për Kupolën apo e keni fjalën? Edhe zyrtar poshtë, edhe mu, përfshi edhe mu. Se nuk përjashtoj edhe vetën. Problemi është për Kupolën atje? Ne nuk përjashtoj edhe vetën. Pse? Për një arsye shumë thjeshtë. Tani, ne kemi një mekanizëm. Tani, ne mekanizmi më i mirë, dhe ne e provum, dhe këto ditë prap kemi zgjedhje në disa, është mekanizmi i votës. Një antar një vot, futesh aty, në momentin që ti krijon besueshmërinë. Kjo formulë e re besoj se jeni dakord me formulën e re që po ndiqet, zoti Gjon. Patjetër, një antar një vot ka dhënë, ka kontestimet e veta sepse nuk është perfekte gjithçka dhe duhet ta pranojmë. Ka kontestime për mënyrën se si është vepruar edhe me listat, edhe me mënyrën se si çaqase ka. Po dëgjojnë kontestimet? Po dëgjojnë kontestimet? Patjetër, të gjitha, sepse gjithçka është në proces. Po mbahet shënime edhe në këtë rast. Gjithçka po mbahet shënim. Pse? Se po kalojmë një fazë të re. Dhe kjo fazë e re, padyshim që dhe Partia Demokratike do hyjë në proces zgjedhje dhe komplet kryesia e Partisë Demokratike, Këshilli Kombëtar dhe gjithçka tjetër. Qofse nuk voton, qofse nuk ka votë siç është bërë. Po sepse problemi deri tani është me katapultimet, me ndryshimet statutore, zoti dini këtë tani. Tani, Partia Demokratike Partia Demokratike kaloi ose politike kanë marrë të tjerë. Partia Demokratike ka qenë në një proces marrëveshje deri në momentin. Çfarë marrëveshje mos zoti Gjoni Aman? Sepse Partia Demokratike po më vleshme është vota se sa marrëveshje për të bërë Gazmet Bardhin. 2 vjet e sa ka qenë një proces debati dhe konflikti të ashpër. Tani Partia Demokratike erdhi në një moment bashkimi dhe edhe pjesa zyrtare sipër, por edhe pjesa e bazës pothuajse ka shkuar drejt shkrirjes së plot të konflikteve që kanë patur dhe vjen problemi po hyet në procesin e reformimit. Është një rast i mirë për ta bërë këtë. Unë kam prirën ta besoj, por nëse nuk bëhet një proces transparent dhe procesi po bëhet transparent. Jo, po presim ne sepse nuk është vetëm kryetaria. Jo. Okej, zoti Berisha është i pazëvendësueshëm, po ti ke edhe të tjerë aty të pazëvendësueshëm. Edhe Gazmet Bardhi është i pazëvendësueshëm, edhe një tjetër i pazëvendësueshëm. Tani problemi është shumë i thjeshtë. Në 26 parti ka filluar procesi i rizgjedhjes një antar një vot.
ka probleme me listat, sepse për shkak të mungesës së database-it të Partisë Demokratike ka pasur dhe janë listat e 2017-s dhe çdo palë zgjedhje kush është futur është azhërnuar, padyshim që është dhënë ka një ca vendimmarrje të cilët do pastrohen listat, sepse nuk është normale tani. Në rast se një antar i Partisë Demokratike, i cili ka qenë edhe antar kryesie, është kandiduar për deputet nga ana e Partisë Socialiste, nuk mund të jetë listat e Partisë Demokratike, se kjo është katastrofë dhe ti largon elektoratin. Problemi i dytë është që po fillon edhe zgjedhja e kryesisë dhe grup seksioneve, po shko deri në bazë, deri në seksion dhe padyshim që në mars, prill dhe maj është procesi i madh që futet zgjedhja e kryetarit partisë, zgjedhja e strukturave drejtuese, po pas zgjedhjes kryetarit fillon zgjedhja e kryesisë partisë, e këshillit kombëtar, sepse e tillë ka qenë procedura. Deri në momentin aktual, unë them që është një augur i mirë, sepse shenjat e para në gjithë këto degët ku janë zhvilluar ka patur një frymë pozitive. Pozitive. Shpresojmë që të vijojë ky pozitivitet. Zoti Gjoni, ju falenderoj shumë për gjithë mesazhet që ndat në programin e sotme në Off the Record. Faleminderit. Kisha vetëm një gjë, domethënë nuk pëlqeu aq ajo udhëzimi i Flamurnokës. Për cilën arsye? Për atë pjesën kështu, për ata që mbajnë qëndrime nga vija të ndryshme nga vija politike e partisë, domethënë është pjesa e katërt. Jo, nuk ka lidhje, ai ka lidhje me këtë për shembull. Në rast se unë e njoh atë. Në rast se ti për 5 vjet, 10 vjet nuk e marr pjesë në një aktivitet politik, nuk e qenë një protestë. Nuk është atje. Nuk e marr, s'mund të jesh struktura drejtuese. Edhe po ti deputet, duhet të jesh deputet nëse ka deputet që kanë qenë për këto pse njerëz të terren. Pse duhet të jetë? Ti japi dorëgjë nga mandati. Se mund të ketë deputet që nuk mund të rizidhet më. Si përmbushin këto kritere, jo vetëm antarët. Nuk mund të rizidhet, do vjen ca barriera që normalisht në rast se bën ca përcaktime ligjore të cilët zbatohet, në rast se ne shkojmë te parimi dhe zbatojmë parimin, jeni të sigurt që në lidhje me parimin hiqen edhe këto cicmicet e tjera që kanë të bëjnë me emra konkret. Atëherë prit, do them, pika 4 thotë, sipas parashikimeve të 22 statutit PZSH-s, rregullores brendshme të saj si dhe kodit etikës, nuk do të konsiderohen antar të Partisë Demokratike ata të cilët me qëndrimet e tyre publike dhe politike sipas 24 statutit kanë vepruar kundër vijës partike apo kanë bashkuar votat, pastaj kanë shkuar bërë detyrë ose kanë punuar duke u angazhuar. Pra, ose antar kryesie që kanë financuar Partinë Demokratike. Kanë vepruar kundër vijës politike. Tani, kjo pjesa e kanë vepruar kundër vijës politike është i çik. Tani, është si puna asaj që thash për sa i përket pjesës. Problemi ka zbritur akoma. Nuk i është lënë as edhe një lloj ekskluziteti i qendrës në përpilimin ose në përjashtimin e këtyre. Janë degët, seksionet dhe grup seksionet poshtë. Në rast se aty, por a mund të ketë intenate personale, nuk është perfekte, patjetër. Po se shikoj se e dikush është ajo që është pikpyetje e madhe, sepse nëse ti ke lejuar fraksionet, fraksioni është i lejuar. Fraksioni është kundër vijës politike, se përndryshe s'është fraksion. Fraksioni, vija politike është e njëjta, po mënyra. Jo, nuk mund të jetë vija politike e njëjtë. Hymi debatet dhe do të nisë misionin nga fillimi. Tafanit falenderoj. Lida falenderoj shumë. Zoti Qafoku shumë faleminderit. Gjoni shumë faleminderit edhe një herë. Nderuar shikues, jemi në fund programit. Pas pak vjen emisioni Rreth e Qartë dhe më tej do jeni me edicionin informativ të lajmeve. Bashkëri do shihemi mbrëmjen e nesërme. Natën e mirë.